A dini cila është gjëja më e keqe dhe më e rëndë që e kërkon njeriu? Ajo është që ti të kërkosh prej tjetrit që ai me u interesu për tyje. Interesohu për mua, çka keqe su më thret, pse nuk më shkruan mesazhe, pse nuk takohesh me mua. O, kuptoje një herë e përgjithmonë. Ai që të don për ty interesohet vetë, ti pa i thonë hiq, thirr vetë, ti hiq pa i thonë. Edhe nëse ti ja mbyll telefonin, ai mundohet me ardhë te shtëpia mu interesu çka keqe për ma mbyll telefonin e kështu me radhë. Ai që nuk don, ai vetë shikon me e gjet një rrugdalje që me u largu prej tyje, nuk don me të pa. Kuptoje që to, edhe pastaj e ki më let me e jetu jetën, Zoti ju ruaj.